Gati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahun, Zotit gjithësisë. Atij përulemi, atij kërkojmë ndihmën, atë falënderojmë, atë adhurojmë, atë madhrojmë për mbi gjithçka. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ato të dashur besimtarë dhe besimtare që I kanë ndihmuar këtij dini. Allahu na mëshiroj vëllezër gjithë bashkë. E falenderojmë Zotin që na ndihmoi në këtë namaz të akşamit, namaz I cili është drita e dy botrave, dhe e falenderojmë Allahun që na solli në 10 ditën e parë të kësaj hane të bekuar, dhe dish për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që janë ditët më të mira të dynjas. Ditët më me vlerë të dynjas, ditët që kanë shpërblimin e madh tek Zoti xhel xhelaluhu, dhe inshallah I Zotit na ndihmojë që t'i kalojmë me adhurim, me vepra të mira, dhe njëkohësi lutemi që Allah na largon nga çdo vepër e keqe gjatë këtyre ditëve. Dhe inshallah se timi gjallë. Një ajet prej ajeteve të famshme të Kuranit në suratul Ghashiyah. Është një kapitull madhështor, e normalisht madhështor është, sepse është kelamullah, është fjala e Zotit xhel xhelaluhu, por fillon me një lajmërim, me një tristim, me një lajmërim të fortë për njerëzit, apo me një tregim për cilin Allahu xhel xhelaluhu na tregon gjendjen e banorëve të cilët kanë anu më shumë nga xhehenemi. Njerëzit të cilët kanë vujt dhe janë lodh shumë për arsye se kanë kundërshtuar Zotin. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etake hadithul Ghashiyah. Atë ka ardhur lajmi ty, I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për kaplimin e ditës Kiametit. Ajeti I parë. Pra, na drejtohet Zoti xhel xhelaluhu, I drejtohet pejgamberit, po njëkohës edhe të gjithë neve. A e morët vesh, thot? A morët vesh për lajmin e madh, për lajmin e tmerrshëm, për lajmin që ju vjen nga Zoti xhel xhelaluhu. Pra kuptojmë nga ky kapitull I Kuranit për herë të parë se ne duhet besojmë ditën e gjykimit. Ne duhet besojmë te Kiameti. Pra që do të ndodhi. Pra, ky është një besim që na urdhëron Zoti xhel xhelaluhu, por që normalisht hala se kemi përjetuar. Edhe mund na qelloj që të mos e përjetojmë, sepse ka dhe ca kohë. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur një njeri e ka pyet se kur bëhet Kiameti, ai thot mos pyet për ditën e Kiametit, por çfarë ke përgatit për atë ditë. Edhe normalisht edhe ne, pra nuk merremi me orën apo me çastin, por si do të na gjejë çasti? Si do të na gjejë ora? Ke punu diçka? Apo bën diçka në këto 10 ditë bekume? Thot, a ke marrë vesh për lajmin, atë ka ardhur lajmi për ditën e kaplimit, ditën e Kiametit. Po ka dhe këtë shprehjen kaplim. Kaplim do të thotë që njerëzit I zëlon. Njerëzit nuk I lën me shku as majtës as djathas. Një goditje e rrofeshme, një goditje e shpejt, pra nuk kanë asnjë mundësi në mënyrë absolute se ka të lëvizin dhe ka të shkojnë. Pra kaplim do të thotë që kaplon gjithçka, me qiell, me tokë, me det. Çka krijoi Modhi Zot xhel xhelaluhu kredi kaplon. Allahu xhel xhelaluhu thot, një ditë kur qielli thot do të shpupuriset, do të shkojnë malet thot si pelte. E dini, si hekur I shkrirë, që shkojnë kështu si ujti, do bëhen malet copa. Toka thot do të shkojë si pelte kështu, sa ne I kri. Atë ditë thot. Pra nuk lën në sen pa koplu kjo ditë. Pra sado që njerëzit mundohen thot do shpëtojmë, do hikim, do s'ke ku shkosh. Sepse kjo është dita e kaplimit. Vujuhun yawma idhin khashia. Atë ditë thot shef fytyrat për ulura. Fytyrat marume. Fytyrat skadume. Fytyrat shkatrume.
Pra fytyra që u ka marru gjithçka. Fytyra të cilën nuk presin më mirësi, po kanë marru. Amiletun nasibe. Fytyra të lodhura. 2 herë përmend Zoti xhel xhelaluhu. Të lodhura, të raskapitura. Pra shikoni se çfarë merri që ka atë ditë. Allahu xhel xhelaluhu ne na paralajmëron. Kujdesuni, shikoni se kjo me të vërtet do të ndodhi. Amiletun nasibe. Janë shumë të lodhura, e të raskapitura, dërmume. Tasla naren hamije. Allahu në rujt. Do të futën, thot, në i zjarë që është ndezur fort. Fort. Wallahi i madhi Zot xhel xhelaluhu e përmend Kur'an të ndezur fort. Ja, i zjarë mi vogël, i zjarë mi bot, zjarë i let, gjysë zjarë i ndezur fort. Dhe me thanë, për këtë lloj kategorie, për këta fytyra që ishin të lodhura para se me ardhë, ke zjarri. Ishin të raskapiturat, shkatrume, para se me ardhë ke zjarri. Futën në i zjarë që është i ndezur fort. Llogariteni që atë zjarrin, edhe ato me lek që i rujet, që i ka caktu Zoti xhel xhelaluhu, edhe ata tristohen për këtij zjarri. Edhe ata tremen që janë rejtarët e këtij zjarri, që e ruajnë këtë zjarrin, që e mbajnë këtë zjarrin në rujtje, domethënë që e kanë siguruar që mos shpërthej, mos t'i marrin njerëzit me armë i shkatrukët. Ata që e ruajnë, edhe ata tristohen për këtij zjarri. E pra do futen këta fytyra. Wallahi, ajetet tjera më poshtë, vend që do t'jenë edhe të fytyrat e xhenetit. Po inshallah ne bolli kemi këto 3 ajete sonde, 4 ajete sa morëm, edhe shife, a nuk është koha që në këto 10 ditë të mëshirës madhe, se cili prej nesh të angazhohet, që mos të bëj pjesë tek fytyrat e raskapitura, tek fytyrat e lodhura, tek fytyrat e përullura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruan një person në këto momente e përshkruan, do thot duke hec me fytyrë. E tërheqin zvarr, a mundet njeriu të heci me fytyrë? Si mundet? Pra Allahu e ka bën njeriu që të heci me kom. Po të heci me fytyrë, po ku në për fytyrë? Në për tapet? Jo. Në për zjarr. Zvarr në për zjarrin e xhehenemit. A mos t'ja bëjmë dërmanin vetës që mos morim pjesë me këta fytyra. Dhe mos na preki ky zjarr që është i ndezur fort. Edhe nuk fiket. Thot ajeti tjetër që vjen më poshtë. Thot do të ushqehen thot me një lloj vale, ujë valo po jo ujë. Emrin e ka ujë, por nuk është ujë valo. Nuk është ujë. Pra është një lloj të nxehti që nuk janë gjallë as ujtit, as zjarrit. Pra si lëng është që do të ushqehet. Edhe thot, nuk të bën dobi, thot, nuk të shuhe etjen. Përkundrazi, sa ma shumë pish për ti, aq ma shumë shtohet etje. Zjarr, por nuk është zjarr. Allahu nuk e përmend zjarr. Pra një lloj ujti, një lloj langu, një lloj shërbeti që sa ma shumë pish për ti, aq ma shumë shkatrohesh. Me këtë do të ushqehen, thot, që nuk i bën gjë tjetër, vetëm se ja shton etjen. Mase ne përmend dhe i lloj peme, e të mërshme. Si tu a themun ju, kompajt deve që hanë ato gjemat, e keni pa? E të mërshme. Ashtu e ka kriju Zoti xhel xhelaluhu, edhe kjo pema, që do të ushqehet, si bo të bia stomakut, as barkut, as gjë, se ushqehesh me zjarr. Po nuk është zjarr. Allahu e di se si e ka kriju, por është pemë shkatërruese, po edhe nuk shkatron. Pra do të vazhdojsh të ushqehesh me atë pemë. A nuk është koha që bashkë të angazhohemi në këtë ditë, të kërkojmë falje Zotit, të na mëshirojë. A nuk është koha që një ditë agjërimi me kry,
sikur e përmendëm edhe ditën e xumës, 1 minutë agjerim, 8 orë shpërblim, 8 orë falje gjinohësh, dhe ishte barabartë me 1 ditë agjerim me 2 muaj falje gjinohësh. Më falë 1 orë agjerim me 2 muaj falje gjinohësh. Edhe ditë agjerimit me 2 vjetë, me 24 muaj. Ti shpëtojmë këti momentit vështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte që kur e lexoj këtë sure, më thënjën flokët prej sikletit. Kanë menduar sahabët që ka vdekë në sejdë e gjatë. Aisha Allahu më shëroft i tha, pa nuk bën kështu, i tha. Pse kaq të merr? Tha, a nuk të ka mëshiruar Zoti xhelel xhelaluhu? As ti ka falë Zoti gjinafët, as ta ka dhënë xhenetin? Kom ti hajshin. Pra kur e përmende këtë lloj zjarri, këto fytyra të shkatrume, qande. Po dhe sahabët kështu. Po dhe shok tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që dredheshin sejdë, u bitet fikët, kanë menduar disa herë që ata kanë vdekë. Allahu na ruaj, na mbrojt gjithë vëllezër. Inshallah na jep Zoti dobinë këto 10 ditë të bekume, që inshallah të mos jenë fytyrat tona në këtë zjarr apo të lodhura, po të jenë pikërisht në ato fytyra që do të shohin Allahun xhelel xhelaluhu, do të jenë fytyra që do të kenë shok për krah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shok të atij dhe gjithë besimtarët edhe besimtaret. Allahu na ruaj prej kësaj dite shumë të vështirë. Amin.